Baby, one more time. Can I blow your mind? Baby, one more time. Can I blow your mind? Baby, one more time. Pra, wow. Sa lodhe me këtë kërcim nuk e keni iden. Wow, pra, kjo duartrokitje e fort. Kjo duartrokitje e fort ishte pra për vajzat tona që si gjithmonë me që ikin me vrap do t'i falenderoj pak më vonë. Mirë se erdhët pra në kuicin më të famshëm në Ballkan. Formatin më të suksesshëm që është krijuar enkas për mua, koha jote Show VV. Por si që dini edhe sot, do të luajmë me dy skuadrat e konkurrentëve tanë të përjetshëm. Pra, me zotin Elton, që është të djathën time, një duartrokitë të fortë për të. Faleminderit. Edhe me zotin Altin në krahun tim të majtë. Nuk ka nevoj. Nuk ka nevoj të duartrokasim për të. Nuk ka nevoj. Faleminderit. Ti, zoti Altin. Po. Si je sot? Mirë më mirë, për një shoku im ka qenë akoma më mirë. Wow! Po. Ti sa po humbe 500 euro. Pse më vlla? Pse? Kush është guest stari yt? Nuk thuhet guest star, thuhet guest star. Ashtu, sa po humbe edhe 500 euro të tjera. Po vlla, po do flas më herë pa para unë apo si është puna? Atëherë, kush është i ftuar yt? Ai është një kantautor fantastik. U rrita u bëra kaq me muzikën e tij. Oh, lër më trishtim, më lër të endem drejt fatit tim. Altin Goci? Sakt! Sa po fitove 1000 euro, të lumë. Pse po vlla? Unë ftoj atë ti merr parate? Le ta ftojmë pra me një duartrokitje. Altin Goci. Wow, çfarë emocioni. Wow, çfarë koincidence! Zoti Altin është skuadër me zotin Altin. Zoti Altin, ke kujdes nga zoti Altin, se është sfidues, mua më sfidon nër pasere. Atere, zoti Elton, kush është shoku i skuadrës tënde? Unë e ka marrë nga e djela, a i ka gishtat rufej, një shpeci maramënce. Gjepist? Jo po malist. E pasak! Sa po humbe 1500 euro? Nëse këllë më vlla, a i si ftuar në unë mbas parate? Atere kush është i ftuar i juaj? është tastierist, Elti Pasha. Elti Pasha, wow! Pra edhe mirë se erdhe pra si që shikoni personazhet tanë për sot i pas kemi nga fusha e mu. Te guri që bodzidza? I kemi nga fusha e muzikës, zoti Elton. Muzikës. Pra një këngëtar apo kantautor dhe një instrumentist i cili luan në keyboard. Ja. Keyboard. Wow! Sa po fitove 1000 euro. Me që po shikoj Elti, ti gjatë emrin e paske Elton. Më falë, edhe këtu në fakt nuk e kanë shkruar sakt se unë e kam Eltion. Wow, çfarë koincidence, wow! Ja pra 2 Eltona dhe 2 Altina, wow! Le të fillojmë lojën, kujdes, shumë risi. Një pult kinez 74 kanalsh. Filloj prap. Ndriçimi i bler në Madagaskar. Unë jam një star. Je morje, si nuk jeti, ashtu je. Pra,
loja jon, kuici ynë më i famshëm në Ballkan, ka rrokur skenën duke ju sjell konkurrentëve tan vetëm fat. You bitch. Duke u sjell vetëm fat, zoti Elton, fat. Fat, pra, kujdes. Zoti Elton nuk e kuptoj. Po je shumë i frikshëm kur afrohesh, më nuk e ke iden. Zoti Elton, të lutem përqendrohu, Po do të jesh i përqendruar. Nuk e di kush ka krejur kështu njerëz. Atë. Zoti Elton, përqendrohu, ja le të bëjmë. Sigur je krejë në fabrik demontim armësh aty. Kujdes, mua me qëra fjalla më kanë krejur gratë e grimit, i përshëndes. Pra, faleminderit. Zoti Elton, loja është e vështirë, loja është hot, pra ndaj ti duhet jesh i përqendruar. Le të bëjmë një test së bashku, kujdes, gati, më ndiq mua. Ore, lule bo. Ore? Bravo, ja, shikon, e shef, kurdo, jemi yllka shembu. Lore? Dalën dyset në pra. Ver? Trimat e gjacite? Basan i bukur Elbasan? Nuk ka mundësi, juve jeni vërtet i pavëmendshëm, zoti Elton, nuk ka rëndësi, nuk e kuptoj, unë mendova se ju jeni përgatitur me gjitha të. Juve, zoti Altin, e pasakt, nuk e kisha me ty. Sa po umbe 500 euro, zoti Altin? E sakt, sa po fitove 1000 euro, të lumë. Bravo, zoti Altin. Pra, kujdes, përqendrohu, zoti Altin. T'ju bëj një pyetje sa për të thyer akullin. Juve jeni nga Elbasani? Po, nga Tirana. Pra, çfarë koincidence? Pra, me që zoti Altin është nga Tirana, do të dëshiroja që të gjithë shqiptarëve që janë ngulur përpara ekranit, duke ndjekur kuicin tim që është më i famshëm në Ballkan, do doja pra që t'i uroja gëzuar festën e Zerafme? Verës, festën e Verës. Verës. Le të fillojmë pa umburko me raundin kush e bëri. Çfarë bërë? Kështu quhet e ka emrin e raundi, kujdes. Është një raund pra ku përgjigjet duhet jenë sa më të shkurtra. Edhe pyetja e parë është: kush shkakton shkatrim nervash? Interi? E sakt. Ju lumt, bravo. E pa mundur, por e sakt, pra përgjigja ishte e sakt, 500 euro për skuadrën e Altinve. Kujdes, pyetja e radhës, kush është prifti më i qetë në botë? Don Kamomili? E sakt, ju lumt. E pra, edhe 500 euro të tjera shkojnë në konton e Eltonve, kujdes. Unë fakt e kam Elton. E çrëndësi ka kjo. Eltion. Çrëndësi ka kjo. Pyetja e radhës është, kush nuk e fik kur dritën për para se të flerë? Roja e farit? Roja i kujt? I farit, wow! E sakt, ju lumt. 1000 euro pra shkojnë për zotin Elton, ju lumt. Eltion. Rëndësi ka kjo. Atere, pyetja e radhës, kujdes, çfarë a bëni kur kapni peshkun e artë edhe ai ju premton se do t'ju plotsoj 3 dëshira në qoftë se e lëshon? E lëshon? E pa sakt. Se më dhe? Altinët sa po humbën 1000 euro. Qa flet më dhe? Pa umburko, le të kalojmë tek raundi A je mami se duel, raundi duel. El. Mos unë gjitha. Në këtë raund do t'i bëni nga një pyetje njëri tjetrit që do të ketë vlerën 10.000 euro. Kujdes. Atëre zoti Altin. E pa sakt. Sa po humbe dhe 500 euro tjera. Po më në thuaj me kërë ke më dhe? Nuk e kam me ty, zoti Altin, e kam me ju, zoti Altin. Thire Beni më mirë atë, thire Kujdes. Beni. Po bro. Doni që t'ju thrasë Beni sot? Jo, Altin. Altin. Dakor. Hajde. Atëre, zoti Altin. Po, atëherë, nëse 8 burra ndërtojnë një mur për 4 orë. Po 4 burra për sa ndërtojnë po këtë mur? Për 2 orë. E pasaktë e futet kot. As i minutë, sepse ka ndërtu 8 burrat e tjerë. Wow! Altinët sa po morën parat Eltonve, kujdes. Pse? Kam dhunë pyetje. Në qoftë se ke deti i zi edhim një gur të bardhë, çfarë bëhet me gurin?
Bëhet gurizi. E pasakt, guri laget. Wow! E pa mundur pra, edhe 1.000 euro të tjera shkojnë për ju. Dhe pyetja juaj, zoti Altin? Po. Po. Ti, Beni, ti, Beni, ti. Po, dakor. Tani, është një pulë dhe et. E pa sakt! Një sekund, më vla! Më falj, vazhdo pyetje. Se më rovë akoma. Më falj. Një pulë tani, et. E se ma e mund kërë lash tani. Po, et, shikoni tabel, mos kalo. Qëfar më pula? Vazhdon rrugën, pula s'din të lexojnë. E gjeti? E pa mundur, 1.000 euro të 10.000 euro pardon të Altinve, sa po i morën Eltonët. Ju lumt. Edhe zoti Altin, jo ti Beni, zoti Altin. Your turn në VV. Okej. Atëherë, një lepur dhe një breshk prapojnë për t'ikur në shtëpi. Ku shkoni parë në shtëpi? Lepur apo breshka? Lepuri? Ja fut e kot. Pse? Breshka se ka shtëpinë gjithmonë kuriz. E pa mundur, 10.000 euro të Eltonëve. Dua të jetë Shkojnë në parë me skuadrën e Altinve. Sonte do këndoj për ju. Ju që jeni vetë gjitha herë. Sa largeni ju. Ju më duket thoni uturonë. Pusha. Më fal. Zoti Altin. Unë. Po? Juve mund të këndoni dhe të kërceni sa herë të dëshironi, nuk ka problem. Kurse ti Beni. Mos bëj gaf her tjetër të kërcesh ashtu si dele? Dele. Si dele. Dakor? Atere, pa humbur kohë, pra e pa mundur, loja vërtet u bë shumë e nxehtë, u bë hot, e pa mundur, pra, le të verifikojmë pikët. Wow! Skuadrat pas kanë dalë me të vetat. Ku ishim Iç Gjëkundi, çfarë bëm Iç Gjësendi, loj idiote komplet. E pra, falenderoj me këtë duar trokitje, Altin Gocin, për pjesëmarrjen e tij në Koha Jote Show, gjithashtu falenderoj dhe Eltion Pashën. Ma lërë Elton më mirë se komplet. Të talë Elton më mirë, po që rëndësi ka kjo Elton apo Eltion, që rëndësi ka, e ndërkohë, bashkë me miqtë e mi që janë këtu në studio, do të dëshiroja që t'ju uroja bashkë Mikodheli? Miropafshim, natë e mirë.